Sonte doja të bëja një përmbledhje për të gjithë ne që gjendemi këtu, të gjithë juve që gjendeni këtu, dhe për të gjithë ata që nuk janë ose që kalojnë shpeshherë në këto faqet tona, aty ku gjendet fytyra ime dhe ku unë ndes shkëndijën si shtem për herë, ndonse ata janë miq tanë, vëllezërit tanë, shokët tanë, shoqet tona, por nuk ka problem, edhe pse u duket shpeshherë sikur na ofendojnë, ose sikur tallen me ne, por janë vëllezërit tanë dhe ne shpresojmë që të dëgjojnë pikërisht këtë ligjërat sonte dhe këtë diskutim të përbashkët. Por pikë së pari, dua t'ju them diçka vërtet thelbësore, që pse gjendemi këtu kaq shumë, pra pse jemi mbledhur kaq shumë këtu. Atëre, ka disa kategori. Së pari një, gjendemi është ora 1:35 minuta. Dhe unë jam këtu në studion time, është vonë, me një fjalë, dhe duhet kisha shkuar të frejgjumë sepse nëse shkoj në punë si të gjithë tjerët, jam këtu pas dere, dhe ndonse këtu është studioja dhe këtu pas dere si që thash, por prap se prap ulem këtu, në shesh, sepse nuk e harroj kur, se kush jam. Nuk harroj që këtu mes nesh ka babalar, ka nëna, ka vëllezër motra, dhe i respektoj që të gjithë. Dhe unë nuk mund t'i lë askënd pa informacione. Dhe atë që do t'ju them tani, jam i bindur që do të kënaqeni në atë parë, do të lumturojeni, por dhe do të kuptoni thelbin. Pse gjendemi kaq shumë pra pikërisht këtu te kjo faqe? Për shembull, keni dhe faqet e tjera në kanalet e tjera, por këtu Nadir Mura, te kanalet Nadir Mura, pse gjenden kaq shumë? Do t'ju them, shiko, jeta e njeriu është si puna e ujit. Dikur një i madh tha, jeta e njeriu është si puna e ujit. Në qoftë se merr ujin me 2 grushta, një njeri, uji do fillojë dhe do bjeri, derisa nuk do të mbetet më asnjë pikë. Dhe duart pastaj me kalimin e kohës do thahen dhe nuk do të ketë as edhe aromën e ujit, pra nuk do të ketë as edhe një gjë, pra lagështinë e ujit. Pra kështu është edhe jeta e njeriut në këtë planet. Është sa hap dhe mbyll syt. Dhe e dini se çfarë mbetet? Mbetet vetëm emri. Mbetet vetëm ajo çka ti ke bërë gjatë kësaj kohe. Dhe nuk ka kohë. Koha është i te jetë e reduktuar. Dhe nuk e ka marruar që pse gjendemi kaq shumë. Kështu që në qoftë se jeta e njeriut është pikërisht kështu, pra që është shumë e reduktuar, atëre më vjen të mendoj. Ka disa kategori. Ka kategori ku disa qeshin, tallen, apo ku ta di unë, apo të tjerë kërcejnë, po them në për kanale, dhe kanë me mira, ndoshta miliona ndjekës. Pra se cili në kategorinë e tij ka miliona ndjekës. Por kujdes, thash në kategorinë e tij se cili. Në këto faqe, pra në faqet e Nadir Murës, ka një kategori tjetër, kategoria e informacionit, ose ajo kategori cogito ergo sum. Pra unë jam dhe mendoj. Unë jam, që do të thotë unë jam Nadiri, ju jeni X, Y, apo keni një emër, dhe ti duhet mendosh me mendjen tënde. Pra unë nuk bëj gjë tjetër veç se ndes shkëndijën, në këto diskutime, por jeni pikërisht ju, pa ju nuk do të ekzistoja, nuk diskutohet, por jeni pikërisht ju, që jeni ajo leva e Arkimedit. Pra në qoftë se ju nuk do të keni atë ndjesin ose ndjenjën e të kërkuarit, të mistereve, të enigmave, të informacionit dhe të çdo diskutimi që bëjmë këtu, nuk do të ekzistoja unë. Kështu që jeni ju të parët që ekzistoj unë. Dhe jeni ju ata që jeni një hap më përpara se pjesa tjetër. Se pjesa e atyre që shikojnë ose ndjekin dikë që kërcen ose dikush që bën këto dallavere në për rrjetet sociale, apo dikush tjetër me muzikë, apo dikush tjetër me filma, apo ku ta di unë. Nuk dua të gjykoj askënd, nuk e di më kuptoni apo jo. Por informacioni është dije dhe dija është pushtet. Dhe duke qenë këtu, pra pikërisht në këtë dimension të kërkimeve të informacioneve, padyshim jeni një hap më përpara. Pra, ky është mendimi im, dhe më thoni qofse unë kam të drejtë ose jo,
por shpeshherë kalon dikush, këtu si që thash në fillim, dhe u duket si kur na fyen, sepse dhe njerë edhe ofendojnë kështu, u duket si kur tallen me ne, sepse me buzëqeshra dhe ato kunjat, u duket, dhe unë asnjë nuk ofendoj, asnjëherë nuk e fshi, asnjëherë nuk më intereson fare. Mua në qoftë se ai bën një koment, apo nuk më intereson, sepse mund ta kem dhe gabim. Në disa raste qëndroj dhe them mund ta kem dhe gabim. Mirë po, të mbani mend diçka, që 95% të botës që na rrethon është mister. Kështu që duke filluar që nga këtu qesh unë i pari, pastaj le të qeshin të tjerët. Pse po e them këtë? Sepse janë motrët e vëllezërit tanë, pikërisht ata që kalojnë këtu dhe u duket sikur na ofendojnë apo sikur tallen me ne. Dhe në qoftë se u mungon diçka, sepse ka disa që thonë që unë dish gjithçka, por do them dhe atyre që thonë di gjithçka, por përveç për këtyre që u mungon pra informacioni dhe u duket sikur din çdo gjë, është mirë që të informohen, të jenë këtu, të qëndrojnë këtu me ne. Nuk është një obligim, por është një sugjerim për të mirën e tyre, jo për të mirën tonë, por për të mirën e tyre. Dhe ky është hapi një që duhet bëjnë, pra të mendoj, nga momenti që mendon cogito ergo sum, ashtu si bëra dhe unë dikur, unë them që jam i bindur për këtë, do të ndryshoj jeta, ndryshon çdo gjë. Sepse ti kur mendon me mendjen tënde, jo me mendjen kolektive, ose me ato që thonë doktrinat, apo dikush tjetër, qoftë në besime, qoftë në shoqëri, qoftë në politikë, apo kudo qoftë, e thashë, pra në qoftë se ti mendon me mendjen e dikujt, atëre do mbetesh mbarva. Dhe do mbetesh gjithmonë ushtari i dikujt tjetër. Nuk do t'jesh kurrë një lider, nuk do të kesh kurrë mendimin tënd, dhe siç e keni vënë re për herë, unë lë këdo që të shpreh mendimin e tij, dhe secili është protagonist, pikërisht në faqet e Nadir Murës. Dhe shpresoj që ti dëgjojnë ata të tjerët që u mungon informacioni. Kurse ata që mendojnë që kanë informacionin, do t'ju them një fjalë që thoshte Jules Verne. Jules Verne thoshte, unë di gjithçka, por kërkoj që të di. Pra, unë di pak, por kërkoj që di gjithçka. Dhe këtë e kanë thënë edhe studiues të tjerë, por pse po e them këtë? Sepse jo të gjithë dim gjithçka. Pra, një doktor mund të di gjithçka, okay? Në fushën e tij, por ka disa gjëra ndonjëherë që nuk mund i di. Ashtu si për shembull edhe Albert Einstein. Nëse mbani mend, Albert Einstein në një nga ditarët e tij që shkruante që shkoi një fëmijë 5 vjeçar tek shtëpia dhe i tha, më tha nëna, tha, që të m'japësh pak thëngjinj, tha, që të ndes zjarrin sepse nuk ka shkrepse. E po si do ta japun, tha, i teksa po bënte detyrat Albert Einstein, shkencëtar i madh. Si do ta japun, tha, këto zjarrin, me një fjalë këto thëngjinjt e ndezur, si do t'jap? Edhe ai fëmia teksa pak kështu tha, më hidh pak hi, tha, këtu tek duart, dhe pastaj tha hidh thëngjinjt sipër. Kjo u bë legjend, kjo thënie, sepse një fëmijë 5 vjeçar i mësoi një shkencëtari se si të mos digjeshin duart. Dhe njeriu ka nevojë që të mësojë për herë. Kështu që ata që u duket vetja sikur din çdo gjë, pa dyshim din, okay, por ka gjithmonë për të mësuar, sepse nuk ka fund mësimi. Dhe e fundit, që nuk dua t'ju mbaj gjatë, është fakti që ne kërkojmë që të informojmë këdo, këtu tek faqet tona, por është mirë që secili t'jap kontributin e tij, jo vetëm, jo sepse duhet që të futen dhe të lidhen me faqet e Nadir Murës, absolutisht jo. Me fjalë, kjo vjen e fundit, jo absolutisht, po kjo vjen e fundit. Unë dëshiroj që t'jemi sa më shumë, por pikërisht sepse ndihmoni tjetrin. Pra ju, duke ftuar shokët tuaj, shoqet tuaja, duke ftuar që të lidhen me këtë faqe, mësojnë. Sepse më thuaj me kërri të them se cili je. Pa dyshim, ata që nuk janë lidhur me këtë faqe, që janë lidhur me faqet tjera që u interesojnë, nuk e kanë sensin e informacionit, sepse
kujtojnë se ndoshta janë të zgjuar, ndoshta dinë gjithçka. Unë mendoj që nuk është kështu, megjithatë, ndoshta dinë gjithçka, por është mirë që të lidhen sepse një informacion më shumë nuk sjell keq, përveç se mirë. Kështu që kush jeni dhe çfarë jeni ju që gjendeni këtu, jeni ata që hedhin themelët e dijes jo vetëm për vete, por edhe për familjet e tyre, për fëmijët dhe për të ardhmen. Dhe keni një hap më shumë, e përsëris edhe një herë për të fundit, nga pjesa tjetër, që kanë shije të tjera, sepse kërkoni që të mësoni dhe mjaftojnë pikë pyetjet për të mësuar. Kështu që ju falenderit për herë që jemi bashkë, shpërndajeni këto informacione dhe ftoni miqtë tuaj që të lidhen këtu me këtë faqe. Natën.